Neve shikojmë që nga Testamenti i Vjetër kishin shumë njerëz të besimit. Nëse mbani mend kishim Noeu. Noeu ishte një nga ata burra që Perëndia i kërkoi dhe i tha dhe e udhëzoi që të ndërtonte një vark, edhe i kërkoi që të ndërtonte një vark dhe për 100 e ca vjet Noeu e tallë. Dhe i thanë e quajtën të marr, derisa filloi të binte shi në atë pjesë të zonë. Pretendohet një nga gojdanat ose nga historitë në zonën që Noeu ishte nuk binte shi. Edhe në asaj kohe ra. Kemi Abrahami, që Abrahami u sfidua me besimin e tij, Perëndia i dha një djalë dhe i tha, mirë, ta dhash, tani sakrifikoje për mua. Kemi Jozefin, që Jozefin vëllezërit e vete e torturuan, e shifën, edhe në fund Jozefi sigurohet për familjen e tij. Edhe Jozefi e tha me zë të lartë, sistemi ne me figurë dhe me zë që ju e kishit e nisët për keq, por atë të keqen që juve e nisët, Perëndia e përdori për mirë. Pra që të bekonte familjen dhe të siguronte përzinë e bukës që ra atëherë. Kemi Davidin, kemi Danielin, pastaj kemi gra si Sara, Ruthi, Ester, dhe një model për gratë sot është edhe Ana që neve do të ndalim, nëna e Samuelit, një nga profetët e mëdhenj të Izraelit, historia të cilit është treguar në 2 kapitujt e parë e para Samuelit, që si lindi Samueli, dhe pastaj fillon dhe historia edhe le të themi edhe shërbesa e Samuelit në kapitujt më vonë. Nëse e nis të lexosh parën e Samuelit, ti do kesh qef të vazhdosh të lexosh kapitullin e parë, të dytë, edhe aty të tretë me radhë. Aty do të mësosh dhe do të shikosh se si Perëndia e thret Samuelin që t'i shërbej Perëndisë. Ai ishte shumë djalë i ri. Mund të ketë qenë edhe, ky është amendësimi im, se këtu nuk është se na thuhet një periudhë kohore. Mund të ketë qenë edhe e adoleshent. Le të themi një nga ato gjërat që neve mësojnë janë gratë e besimit durojnë problemet e vërteta. Edhe është pak sfiduese për mendjen njerëzore, kur të thuash pse pikërisht Ana vuajti për kaq kohë. Sepse në fillim ato ishin 2 gra, edhe kishin dhe ato le të themi ato grindjet e tyre. Nuk e dim se për çfarë Elkau kishte 2 gra, por neve vum re që Penina kishte bij dhe bija. Edhe në këto momente ata shkonin vit për vit dhe shkonin të bënin pra ato sakrificat e tyre. Edhe Penina e acaronte, e tallte, dhe thoshte ti s'ke fëmijë. E vun të re, që the, po ta mbani aty tek e para Samuelit kapitulli i parë dhe të rikujtohet historia, e vu të re që ndërsa ata po shkonin që të ofronin atë ofertën vjetore, edhe është e vështirë në momente të tilla të mbash besimin të. Ana vjen në momentin që e ndërsa po vjen dhe po ofron ato sakrificat që ata kishin për të ofruar, edhe nuk po han. Gjithashtu ajo po i lute Zotit, po lëviznin vetëm buzët. Edhe prifti që ishte atje, o thot, ti, pas e pirë? Jo, thot, nuk kam pirë, unë jam e vrarë. Ana i kërkoi Perëndisë. Të gjitha bëv vullneti yt. Thot, ti do ma japësh fëmijën, unë ty do ta afroj përsëri. E vini re te teksti, masi Ana lindi fëmijë, edhe fëmia u bë në një moshë të caktuar, ai mund të ketë qenë
shumë i vogël, që mund të qëndronte vetëm pa nanën të ushqej të kujdesej. Se ai që në momentin që ishte në një moshë, pretendohet 9 ose 10 vjeç, që në një moshë që ai mund të kujdesej për veten e vet, ai qëndroi tek tempulli i Perëndisë e deri në varësi. Në kapitujt më vonë edhe mësojmë që Ana lind edhe fëmijë të tjerë, pas një kohe shumë të gjatë, lind djemë dhe vajza. Por pse pikërisht kjo? Një nga mendimet që njerëzit japin, ata që janë studiues, le të themi të thellë të Biblës, edhe me gjuhën origjinale, edhe që në këto momente neve shikojmë që Perëndis atë çfarë ajo kishte, Perëndia i kishte dhënë. Edhe duke patur këtë lloj besimi pra. Por siç e nisa pak më përpara që një nga ata thonin ha mësojmë, se nuk është se është shkruar rresht mas rreshti, fjalë mas fjale në Bibël, por Perëndia po priste kohën e caktuar që të vinte profeti, pra Samueli, dhe Samueli përmbush një pjesë shumë të mirë të historisë biblike, edhe detyrët që ai kishte. Një nga gjërat që neve mund të mësojmë ne të dimë, edhe kur nuk marrim përgjigje për të tilla gjërash, neve shpesh herë nuk e dim cili është qëllimi i Perëndisë. Neve kemi shumë të vështirë kur nuk arrijmë dot të shikojmë, le të themi, dritë në fund të tunelit. Por gjërat që neve mund të shikojmë dhe mund të mësojmë janë të drejtët në fakt vuajnë, shpesh vuajnë. Edhe nëse juve do mendoni kush po të lexojmë historinë e Jobit, është goxha histori e dhimbshme. Vuajtja, të jesh i besimtar, të jesh i krishter, nuk do të thotë që ti automatikisht përjashtohesh nga vuajtja. Por neve e dim që jetojmë në këtë jetë, neve e dim, ja për shembull, njerëzit e pranojnë natyrshëm këtë kohë. Tani është kohë virozash, tani është kohë alergjish, janë të natyrshme këto. Për shembull, sa që kanë alergjinë më të theksuar, që ka që i lotojnë syt, ka që i kullojnë hundët, ka që kolliten, e nuk arrin dot të kontrollojnë këto, le të themi, këto simptoma, por e pranojmë që janë kalimtare dhe themi do të kalojë për virozë. Pra është një kohë e tillë, domethënë. Edhe neve të gjithë si njerëz do të vinë dhe do t'i kalojmë këto vuajtje, nuk përjashtohemi. Diçka tjetër ne që mësojmë dhe që është shumë e rëndësishme nëse e mbajmë mend gjithkohës është dhe koha në lutje që neve duhet të kalojmë me Perëndin. Këto lloj hidhërimesh, këto lloj pikëllimesh, këto lloj të thuash, nuk e di, peng që të ka ngel në shpirtin tënd, është vetëm Perëndia që të kupton, është vetëm Perëndia që të dëgjon. Shpesh herë neve shumë njerëz mbyllen pikërisht për këtë gjë, sepse edhe thonë që po të flas me këtë ose me atë nuk do të më kuptojë. Edhe e di shumë mirë dhe nuk gjen dot njeri që të kuptojë. Gjithashtu neve dim që Perëndia është ai që na kujton. Një grua e besimit, unë do thosha një person, një besimtar si Ana ose si Abrahami ose si Noeu na shërbejnë dhe të na kujtojnë edhe që të gjithë njerëzit, pra besimtarët, durojnë problemet e vërtet. Bëjnë lutje të gjata me gjithë shpirt. Gjunjëzohen përpara Perëndisë. Përjetojnë çfarë Perëndia siguron. Çdo gjë që ty të vjen në jetën tënde si e mirë materiale ose si qetësi shpirtërore, ne duhet falenderojmë Zotin. Të shkëlqej në mbajtjen e premtimeve. Një nga gjërat kryesore që vum re këtu ishte pikërisht pjesa e kapitullit 2, që Ana priti në momentin që
djali ishte, nuk e di si e thoshin ta zvorth, po në momenti që fëmia shkon në tempullin e Perëndit, ai ishte, sepse atje nuk ishte gra, domethënë. Ai ishte në gjendje që ai të kujdesej për veten e tij. Shikojmë pjesën e fundit të kapitullit parë, pra, vargjet 24 në vazhdim. Ajo shkoi dhe ofroi Perëndis ofertën, Perëndis mori dema të vegjël, 3 dema të vegjël, 3 viça. Dhe ja shkoi dhe ja ofroi Perëndis. Jo vetëm që ofroi ofertën Perëndis, por tha, Perëndi ti më dhe djalin. Unë pash me sytë e mi një fëmijë që të lindi prej meje, tani unë ta kam falur ty, unë ta kam dedikuar ty. Edhe ai djalë u rrit pikërisht në tempullin e Perëndis. Ju kujtohet një gjë që është kryesore, një pikë kryesore në të gjithë të histori që neve mësojmë është të mbajmë fjalën e dhënë, pikërisht me Perëndin. Sa heri kemi thënë neve Perëndis kur jemi gjendur në situata të vështira, o Zot, të lutem, më ndihmo, më beko, më bëj që të zgjidhet ky problem, se unë do bëhemi mirë, do e tregoj besimin tim, ora ç'keni do rregulloj këtë botë. Edhe në momentin që neve e kalojmë këtë situatë të vështirë, neve harrohem. Harrohim edhe premtimin që i kemi dhënë Perëndis. Edhe kjo shpesh herë na bën neve që të ngjendemi në situata shumë të vështira, ashtu siç është edhe pjesa që nuk dim se çfarë të bëjmë. Një gjë kryesore që vlen për tu theksuar edhe për tu kujtuar është, nuk e di, unë paktën nuk të besoj, është vetë një nga mësimet që unë kam marrë, le të themi, në Bibël është që Testamenti i Vjetër Perëndia del haptazi dhe qartazi dhe dënon një person që nuk ose e bën që të paguaj pasojat për premtimin e që nuk ka dhënë. Edhe këtu theksohet shumë qartë. Ju kujtohet edhe më përpara që neve e gjetëm këtë pjesë, e kemi theksuar që dha fjalën edhe e mbajti, por Perëndia i urren në ata që nuk mbajnë fjalën. Madje edhe Jezusi thot, lejoni, bëheni që poja juaj të jetë po dhe joja juaj të jetë jo. Dhe këto në fakt janë si ato, le të themi, betime solemne që duhen mbajtur. Për shembull Mateu 5 vargjet 33 dhe 30 deri në 37, Jezusi flet për këtë gjë, pikërisht për këtë, për të mbajtjen e fjalës. Sa acarohemi, sa mërzitemi ne kur nuk e mbajmë fjalën e dhënë. Po ti vetë pse mrem qafë? A ka ndodhur që kur u zhgënjej, ose sa acarohemi, sa mërzitemi neve kur lëm një orar të caktuar që do shkojmë do takohemi dhe ai tjetri vjen me vonesë edhe pa pikën e respektit dhe thot, u vonova që ka. U mërzitet, po ja, mu qasha lamë, s'fane gjë. Po në fakt ti, torbën me fasule që zjen në brenda. Pra, ajo çfarë desha të theksoja, besoj që maza jam gabim, por besoj që Perëndia është bërë më i mëshirshëm e më i dëruar me Jezusin për shkak të gjakut të Krishtit që derdhë, sepse është vazhdimisht. Se një nga arsyet kryesore ishte që ata sa herë që bënin mëkate, sa herë që bënin gabime, shkelje të fjalës së Perëndis, ata ishin detyruar që të shkonin tek tempulli për të ofruar sakrifice. Ndërkohë që sakrifica jonë vazhdon të jetë në kryqe të derdhit gjatë. Prandaj dhe Perëndia nuk na shikon më me atë syri. Por kjo nuk do të thotë që ne mos pendohemi. Perëndia është i duruar, por jo i harruar, nuk harron.
Perëndia na pret gjithsecilin që ne të mbajmë fjalën e dhënë, të mbajmë premtimin e dhënë. Neve themi, kemi besim dhe forcohemi, shtrëngohemi dhe themi që Perëndia do të na bekojë, Perëndia do të sigurojë. Neve e themi këtë me plot gojën dhe themi Perëndia nuk bën kështu tilla gjëra, nuk i njeh Perëndia. Atëherë pse mos të quhemi dhe ne bij të Perëndisë me gojën plot dhe themi që edhe Perëndia thotë, po, ky është biri im, ky është besimtar, ky e ka besimin e tij të sinqert. Ky do bëj të pamundurën që ta mbaj premtimin e tij, që ta mbaj fjalën e tij. Ne duhet kemi gjithmonë gjëra që neve mësojmë, pra është që neve për shkak të besimit që kemi te Perëndia dhe ne në momente të caktuara kur shikojmë mbrapa vështirësitë që kemi kaluar, themi si u duruam ne këtë. Po për shkak të besimit jemi duruar. Për shkak të besimit neve jemi lutur. Për shkak të besimit neve jemi në gjendje që të shikojmë bekimet e Perëndisë. Për shkak të bekimit neve e mbajmë premtimin. Për shkak të besimit neve lavdërojmë Zotin dhe japim lavdim Perëndisë.